Zoti Bushati, si e komentoni ju që këtë që ndodhi në pak orë, si të është, një kohë shumë të shkurtër? Ka disa aspekte nga mund të shofësh. E para është gjendja e marrëdhënies së Rama Veliaj, që me ç'duket, pavarësisht se ç'thot Veliaj në fund, duket që ka degraduar në një shkallë që deri tani nuk ishte parë në publik. Po, kjo është deri diku marrëdhënie personale. Këtu më interesante është marrëdhënia mes institucioneve. Pra, është kush është Veliaj dhe është kush është Edi Rama. Me shtagër kryeministri shkon dhe mbledh punojësit e bashkisë, ju jep direktiva dhe anullon urdhra. Edi Rama nuk është i zgjedhur i qytetarëve të Tiranës. Nuk e ka atë bashki pronë të vetë. As nuk mund të caktoj dhe as nuk mund të caktoj njerëz atje. Pra, dhe par këtë, mënyrën se si Rama po sillet si komandanti bashkisë me futjen e Erion Veliajt në burg, unë mendoj se gjithmonë më shumë përforcohet edhe hipoteza apo dyshimi se mos është Rama ai që ka trysnuar për burgosjen e Veliajt. Sepse kemi pasur gjatë këtij muaji edhe në këtë studio shumë debate, ha? Do me thënë, burgosja Veliajt është një produkt natyral i një drejtësie të pavarur, apo është një lobim politik? Mënyra se si Rama po sillet, që pas burgosjes Veliajt i që ato 3-4 ditë e para, tregon si kur Rama e ka dashur këtë, dhe pastaj në këtë kuptim, Veliaj ngelet një burgosur si Lefter Koka, apo si Arben Ametaj që është narati. Apo ish ministri i Shëndetësisë, apo? Një burgosur politik që është atje me vullnetin e atij që nuk e lë të bëjë dhe detyrat që pavarësisht se i burgosur i takojnë me ligj. Detyrat e kryetarit të bashkisë. Të kryetarit të bashkisë. Zonja Xhama, zoti Soko, si e komentoni ju këtë që pat orët e fundit, a jeni pak të habitur? Unë nuk jam e habitur, sepse më shumë do t'isha habitur, si kur zoti Veliaj të mos ta kishte kuptuar faktin që nuk kam mbështetjen e Partisë Socialiste dhe të kryetarit të Partisë Socialiste që prej momentit të fillimit dhe që prej momentit të arrestimit të tij. Por, e gjithë kjo situatë më duket një tregim force nga ana e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ndaj Partisë Socialiste dhe ndaj kryeministrit Edi Rama, duke patur parasysh edhe kontekstin e asaj që ndodhi në ambientet e paraburgimit të Durrësit, ku zoti Veliaj është përgjuar dhe strukturat e drejtorisë së burgjeve, të cilat varen nga Ministria e Drejtësisë, nuk është se kanë favorizuar zotin Veliaj, madje kanë kontribuar që situata ligjore e tij të rëndohet. Zoti Veliaj e di që Bashkia e Tiranës është një nga institucionet më të rëndësishme, sidomos në një fushatë elektorale ku jemi. Ka 12.000 të punësuar. 12.000 të punësuar, sikur 2 mandate të jenë... Që thej një gjë që duket që është shumë e rëndësishme, unë pyeta sot autoritetet e burgjeve dhe ata më konsideruan që dhe autoritetet e tjera që ku përgjigjen burgjet, dhe ata më konsideruan që çdo numër telefoni që bisedon kryetari Veliaj apo të burgosurit e tjerë janë detyruar të ja paraqitin institucionit të SPAK-ut për arsye dhe me arsye ligjore. Patjetër se nuk do marrim përsipër ata që të fajsohen për një çështje që është shkelje nga zoti Veliaj. Por që në sistemin e burgjeve shqiptare ka favorizime... Natyrisht. Ka. Dhe për zotin Veliaj është zgjedhur që këto favorizime të mos ndodhin. Edhe sepse mbase prokuroria e posaçme ka 60 orë ditë dhe natën, do thotë ky është favorizim. Po, edhe për sa kohë zoti Veliaj ekspozohet ndaj prokurorëve të çështjes të cilët po e hetojnë, duke porositur fushata dezinformimi ndaj tyre, patjetër që duhet të presë edhe këtë përgjigje.
Siç e thash, Bashkia e Tiranës është një nga institucionet më të rëndësishme sa i takon numrit të punësuarve. Aparati i bashkisë ka 12.000, jo për ta bërë si analizë pak politike, pra 12.000 punonjës shihen si kontingjent votash. Natyrisht. Dhe në këtë situatë, sidomos... Sikur 2 antarë për familje të jenë, janë 24.000 vota, janë 2 mandate në Tiranë. E kam si pyetje më vete që ta edhe për tjerët. E kam për ju posaçërisht të pyetje dhe idhin edhe të tjerët. Atëre, Zoti Shoko? Shiko, unë të gjithën këtë që nga data 14 shkurt e kam parë si një... Ramën e kam parë si një konkuistador. Pra si një pushtus. Pushtus. Natyrisht që çdo pushtus, kur pushton një vend, gjëja e parë që bën është vret njerëzit që kanë pushtetin dhe i zëvendëson ata. Kjo ka ndodhur në lashtësi, në kohën e Romës lashtë, në kohën e perandorive dhe mbretërive të tjera, kjo ndodh edhe sot rëndom në çdo grush shteti normal. Ata që fitojnë luftën e grushtit të shtetit, kujdesen që të asgjësojnë nga pikpamja politike, po edhe fizike shpeshherë, mbajtësit aktual të pushtetit. Edi Rama me këtë lëvizje që ka bërë, sidomos me kërkesat që ka bërë ditën e sotme për dorëheqjet të sekretarit përgjithshëm dhe të zonjës Goxhaj, po sillet si një pushtues, që ka pushtuar Bashkinë Tiranë. Kryetari i bashkisë është në burg, çdo kush i ka lidhje gjaku me kryetarin e bashkisë, do duhet të iki, sepse tashmë pushteti i takon Ramës. Kjo në pikpamjen institucionale është grush shteti. Është mbi vendosja një institucioni ndaj institucionit tjetër. Natyrisht që Rama ka tagrin për të bërë, le të themi, për të bërë ndryshime në Bashkinë Tiranë. Kushtetuta e njeh shkarkimin e kryetarit të bashkisë, i cili më pas patjetër që do duhet të shkojnë në gjykatë kushtetuese, por që ja njeh Ramës shkarkimin. Por Rama nuk mund të sillet sikur e zotron bashkë. Do pyes me avokatin për çka drejt Rama dhe Mtej, po të vazhdoni ju të konkludojmë bashkë. Dhe në këtë pikpamje, gjithë veprimi që ka bërë Rama, që nga hyrja në ambientet e Bashkisë Tiranë, e gjitha flet për një, le të themi, grush shteti institucional ku kryeministria po pushton bashkinë. Askush nuk e ka votuar Edi Ramën për të qenë kryetari i bashkisë. Askush nuk e ka votuar për të qenë në kontakt, për të dhënë apo për të marrë urdhra me nënpusit e bashkisë. I miri keq është Erion Velia. Është aty ku është, ligji ja njeh të drejtën për të marrë vendime edhe aty ku është për sa kohë është i pafajshëm. Ligji ja njeh, të pyesim avokatin. Zoti Daci, a mund të shkarkohet Erion Velia nga Edi Rama pa mbushur 90 ditët në burgim? Unë po e bëj si pyetje këtë, po unë e kam këtë informacion që pa mbushur 90 ditë ai nuk mund të shkarkohet. Dhe cilit sipas jush, një avokat me përvojë, cilat janë skenarët e mundshëm që ne presim të shohim? Atëherë, zoti Velia nuk mund shkarkohet as pas 90 ditësh. Së pari njerë për të shkarkuar në standarde që është vendosur në rastin e zotit Zefila, kam qenë unë përfaqësues gjykatë kushtetuese, praktikisht një shkarkim i zotit Velia do nënkuptonte detyrimisht seancë dëgjimore publike.